A është fojë të Manchester United, Manchester United. që prej largimit të Sir Alex Ferguson, Manchester United ka ndru trajner pothuajse çdo 2 vite. E pyetja është e thjeshtë, apo dështojnë trajnerat apo po dështojnë vetë klubi. Manchester United sot vazhdon me jetu në hijen e një epoke që nuk u ka normale, sepse ajo që e ka bërë Fergusoni nuk ishte standard, ishte një përjashtim historik. Gjatë 26 viteve në kryet klubit Fergusoni fitoi 13 titull Premier League, 5 FA Cups, 4 League Cups, 2 Champions Leagues edhe mbi 35 trofej gjithsej. Ai nuk e ka ndërtu veç një skuadër, e ka ndërtu një kulturë, një autoritet me durim. Një luks që United sot nuk e ka më. Trajneri i fundit Ruben Amorim u largu pas konflikteve të brendshme, mosmarrëveshjeve për projektin sportiv edhe rezultateve që nuk përputheshin me pritshmërinë e klubit. Edhe pse projekti nuk u çu deri në fund, Manchester United raportohet se ka pagu 10 miliona euro veç për me shkarku. Kjo tregon një sens se United ndron trajnerat, po jo pritshmëritë. David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruben Amorim, asnjëri nga këta nuk ka mbjetu. E Manchester United nuk po ndërton projekte, por riciklon shpresën edhe po kërkon rezultatet menjëhershme, në një epokë ku futbolli kërkon kohë, strukturë edhe durim. Apo i gëlltit Manchester United trajnerat një nga një, apo po kërkon ende një tjetër Sir Alex Ferguson që ndoshta nuk ka me pas si ai kurrë. E për më shumë video si kjo, follow Urban FM e subscribe në YouTube. A është fojë të Manchester United, Manchester United. që prej largimit të Sir Alex Ferguson, Manchester United ka ndru trajner pothuajse çdo 2 vite. E pyetja është e thjeshtë, apo dështojnë trajnerat apo po dështojnë vetë klubi. Manchester United sot vazhdon me jetu në hijen e një epoke që nuk u ka normale, sepse ajo që e ka bërë Fergusoni nuk ishte standard, ishte një përjashtim historik. Gjatë 26 viteve në kryet klubit Fergusoni fitoi 13 titull Premier League, 5 FA Cups, 4 League Cups, 2 Champions Leagues edhe mbi 35 trofej gjithsej. Ai nuk e ka ndërtu veç një skuadër, e ka ndërtu një kulturë, një autoritet me durim. Një luks që United sot nuk e ka më. Trajneri i fundit Ruben Amorim u largu pas konflikteve të brendshme, mosmarrëveshjeve për projektin sportiv edhe rezultateve që nuk përputheshin me pritshmërinë e klubit. Edhe pse projekti nuk u çu deri në fund, Manchester United raportohet se ka pagu 10 miliona euro veç për me shkarku. Kjo tregon një sens se United ndron trajnerat, po jo pritshmëritë. David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruben Amorim, asnjëri nga këta nuk ka mbjetu. E Manchester United nuk po ndërton projekte, por riciklon shpresën edhe po kërkon rezultatet menjëhershme, në një epokë ku futbolli kërkon kohë, strukturë edhe durim. Apo i gëlltit Manchester United trajnerat një nga një, apo po kërkon ende një tjetër Sir Alex Ferguson që ndoshta nuk ka me pas si ai kurrë. E për më shumë video si kjo, follow Urban FM e subscribe në YouTube.
A është fojë të Manchester United, Manchester United. që prej largimit të Sir Alex Ferguson, Manchester United ka ndru trajner pothuajse çdo 2 vite. E pyetja është e thjeshtë, apo dështojnë trajnerat apo po dështojnë vetë klubi. Manchester United sot vazhdon me jetu në hijen e një epoke që nuk u ka normale, sepse ajo që e ka bërë Fergusoni nuk ishte standard, ishte një përjashtim historik. Gjatë 26 viteve në kryet klubit Fergusoni fitoi 13 tituj Premier League, 5 FA Cups, 4 League Cups, 2 Champions Leagues edhe mbi 35 trofej gjithsej. Ai nuk e ka ndërtu veç një skuadër, e ka ndërtu një kulturë, një autoritet me durim. Një luk që United sot nuk e ka më. Trajneri i fundit Ruben Amorim u largu pas konflikteve të brendshme, mosmarrëveshjeve për projektin sportiv edhe rezultateve që nuk përputheshin me pritshmërinë e klubit. Edhe pse projekti nuk u çu deri në fund, Manchester United raportohet se ka pagu 10 miliona euro veç për me shkarku. Kjo tregon një sens se United ndron trajnerat, po jo pritshmëritë. David Moyes, Ryan Giggs, Luis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruben Amorim, asnjëri nga këta nuk ka mbjetu. E Manchester United nuk po ndërton projekte, por riciklon shpresën edhe po kërkon rezultatet menjëhershme, në një epokë ku futbolli kërkon kohë, strukturë edhe durim. Apo i gëlltit Manchester United trajnerat një nga një, apo po kërkon ende një tjetër Sir Alex Ferguson që ndoshta nuk ka me pas si ai kurr. E për më shumë video si kjo, follow Urban FM e subscribe në YouTube.